Pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak ngjarjet më të fundit që po ndodhin. Siç duket mes Arbrit edhe Mirit, gjithashtu dhe Rogertit, por më konkretisht Arbrit edhe Mirit, është krijuar një inat personal, është krijuar një mledh personal ku publiku, fansat e Mirit, familjarët e Mirit, kanë filluar që të hamencojnë që Arbri është duke mbrojtur publikisht në këtë rast Selinën dhe është duke goditur jashtëzakonisht shumë Mirin. Unë mendoj që nuk është e tillë. Përkundrazi, opinionistët janë të ndarë dhe mbrëm kanë patur një luftë të madhe për mënyrën e fjalëve të paqëndrueshme që Monika thonte. Sepse Monika mbrëm e përkufizoi Selinën si një vajzë e cila flen me West Side Family, do të thënë me krevatin e West Side Family, që nuk kupton me krevatin e këtyre çunave, i bie që flen me të dy çunat. Kështu kuptohet kjo fjala në popull. Në çfarë do lloj konteksti ta ketë thënë Monika? Për këtë gjë ka patur reagime edhe nga ana e familjes së Selinës, të cilët folën për mënyrën se si kanë ardhur gjërat. Në me thënë që Selina nuk ka dashur në fillim të ulet tek divani i Mirit, por Miri e ka thirrur, që Miri e ka ngacmuar etj etj. Tani, që Miri është gentil me vajzat, kjo asgjë diskutohet. Për shembull, mbrëm e pash kur diskutonte me Mateon, i thonte që ti nuk din të propozosh një vajzë. Ti duhet të mësohesh, nuk ka nevojë për çfarë, duhet të jesh më gentil me Lule etj etj. Do të thënë, e shoh që Miri ka një përvojë të jashtëzakonshme në këtë drejtimin që i dihet të gjitha pikat. Por mbi të gjitha, unë mendoj që Arbër Hajdari nuk e ka aq personale me Mirin sa gjatë prajmit bëhet. Miri e ka problem që ta dëgjon Arbrin dhe thjesht u lëret dhe bërtet sepse nuk ka argumente, ose ndoshta ka argumente po s'di si t'i shpreh, por te publiku Miri del do me thënë që nuk ka argumente dhe nga fakti me Selinën, Miri është thjesht duke marrë të gjithën barën mbi shpinë. Tani çfarë duhet të bëj Miri për ta hequr të barën të cilën e ka? Sepse çuditërisht, unë do t'jap mendimin tim, unë e shoh Mirin shumë të shqetësuar se çfarë thot Selina dhe çfarë mendon Selina për punën e krevatit. Miri në asnjë moment nuk është ngritur t'i kërkoj falje fillimisht njerë familjes së tij, ashtu siç i kërkoi falje familjes së Selinës edhe Selinës. Do të thënë Miri ka shkuar i ka mbajtur gjysmore ligjërat tek dhoma e grimit Selinës, duke i kërkuar falje asaj dhe familjes. Nuk kishte kërkimi faljes i njëjtë si Rogertit, sepse Rogerti i tha që i kërkoi falje vetëm nënës tënde, ndërsa ty do të godas derisa do të jesh këtu. Do të thënë Rogerti është stoik në atë që thot, është i qëndrueshëm dhe nuk i dridhet syri fare, ndërsa Mirin e shoh të luhatshëm. Dhe një njeri i luhatshëm nënkupton që brenda vetes së tij, pa marrë parasysh se çfarë thuhet dhe si e thot gjën, realiteti është tjetër brenda vetes. Dhe këtu Miri tregon krejtësisht tjetër njeri. Unë nuk e kam dëgjuar Mirin që të ngritet në këmbë dhe t'i thot gruas së vet, më fale dashur, sepse jashtë që nga keq kuptuar kjo gjëja. Por këtu sikur këto të dy kanë bërë një marrëveshje prej jashtë, që unë këtu në Big Brother, edhe nëse duhet të lidhem, unë duhet të lidhem, edhe nëse duhet të krijoj skena të këtilla, unë duhet të krijoj skena të këtilla, që unë të shkoj përpara. Sepse Miri, më falni që po shprem kështu, ndoshta jam gabim, por ky është realiteti që unë dëgjoj nga goja e Mirit. Miri e ka më shumë për qëllim të grindet me Arbrin dhe të jetë në prajm me Selinën, se sa do të thënë të kërkoj një falje nga bashkëshortja e tij për të gjithë gjën të cilën është bërë. Mua më duket pak e çuditshme mënyra se si Miri po arsyetohet, ose janë 100 ditë brenda dhe Mirit i ka ikur busulla dhe nuk di se si të kyçet në lojë dhe kjo mund të qëndron, sepse e tha një ditë, do me thënë s'di se ku të mbahem, nga që Miri nuk bëri lojë, Miri e shfrytëzoi Selina, Selina e ngriti vete nga Miri, sepse Selina nuk kishte se nga kush ta ngren veten, Miri nuk e kuptonte, Miri shkonte qante në përdhoma të rrëfimit dhe këto nuk i mohon dot, sepse ekzistojnë video, dhe e qara nuk vjen për një shoqe, këtë duhet ta kuptojmë, por vjen për një person që ti ke ndërtuar ndjenja brenda vetes. Miri ishte në gjendje ta thyen edhe rregullin e vllaut të madh lojën, vetëm e vetëm për të qenë pranë Selinës, dhe në moment kur Selina u largua, Miri nuk kishte më se çfarë bën. Dhe të gjitha këto janë arsyetime. Unë mendoj që Miri duhet të jetë koherent me veten e tij,
me familjen e tij dhe me gruan e tij. Fillimisht njëri duhet i kërkoj falje gruas, pastaj të kërkoj drejtësi nga arbri, sepse arbri në raport me mirin nuk është duke e folë të keqen, thjesht i thot tregoj sinqert, nga që miri nuk tregoj të sinqert. Miri thot nuk kam pas sinjale, por ka pas sinjale miri. Në momentin që Luizi hyri në shtëpinë e Big Brotherit, sinjali i dha mirit. Trego ndjenjën çfarë ke. Tani derisa të thot tjetri, trego çfarë ndjenja shke. Edhe i tha Luizi, nëse ti ndjen për Selinën thuaje, derisa ta thot tjetri, atëherë ti duhet ta kuptosh që jashtë kjo gjëja lexohet si lidhje dashurie, nuk lexohet si babe dhe bi. Dhe ky është realiteti. Tani miri, edhe pse mundohet që ta mbyllën si muhabet, miri duhet të ulet edhe të thotë që mos u merrni më me këtë gjë, kjo histori ka mbaru, ne kemi qenë miq dikur, nuk dua më të përmend krevati. Ndodhi ç'a ndodhi, ne jemi dru. Respekt për gruan time nëse është keq kuptuar jashtë kjo, po jo do të thënë akoma ta vazhdon. Unë mendoj që miri po trëmbet dhe derisa trëmbet, ky është realiteti.